Natyrisht, diskutimi më i prekshëm ka të bëjë patjetër me efektin që ka, në të thënë, paketa fiskale, jo paketa fiskale, por situatë barra fiskale që i ngarkohet produkteve energjetike në Shqipëri. Nuk është ndonjë gjë e re, pra është një fakt që Shqipëria për arsye objektive, qeveritë e ndryshme në Shqipëri kanë zgjedhur që të aplikojnë një barë relativisht më të lartë fiskale mbi produktet energjetike në raporte vetëm me vendet rajonit, por edhe me vendet tjera të Evropës. Shqipëria ka relativisht barën më të lartë në kërkesën dhe barën më të lartë fiskale. Për një arsye të thjeshtë, sepse nisur nga niveli i informalitetit të ekonomisë, karburantet ose produktet energjetike janë parë si instrumente ose mekanizmi i vetëm, ndoshta unik, për të grumbulluar ato të ardhura fiskale që me rrugë të tjera nuk mund të mblidhen. Pra, si thosh, në një mënyrë kjo zgjedhje e barës së lartë fiskale është pranuar nga të gjitha qeveritë si një alternativë zgjidhje për të kompensuar dhe për të zbutur pikërisht efektin e informalitetit në ekonomi. Në një mënyrë shërben si një maskim i pavësisë të qeverive shqiptare ndër vite, dhe po s'ka të fare me krahun e madh ose krahun e djathtë, të gjitha janë njësoj. Me pavësinë e qeverive për të fshehur ose maskuar pavësitë ndër vite të qeverisë shqiptare për të mbledhur më shumë të ardhura nëpërmjet politikës së tyre fiskale. Dhe atë që nuk mundsohet, më themi, në mbledhjen e drejt për drejt të tatimeve dhe taksave, shikohet si një efekt kompensues ngarkimi më shumë me barë fiskale të karburanteve, pasi në një mënyrë ose tjetër me gjithë niveli i informalitetit që karakterizon pjesën e tregtisë karburanteve, pra ky nivel është më i ulët se sa niveli i përgjithshëm i informalitetit në ekonomi. Pra është një pjesë dukshëm më e formalizuar se sa pjesa tjetër e ekonomisë, dhe pikërisht në atë pjesë që qeveria ka mundësi ta kapi, ta soj, e shfrytëzon në miel e përdor, më themi, si një bazament për të vjel të ardhurat e munguara, më themi, nga pjesa tjetër e ekonomisë.